Pra unë besoj që KGK dhe KPK duhet me ndërvepru ma shumë për me përcaktua dhe resurset në zonat caktume. Na kemi 3 vite, kemi pothuajse 3 vite pikë kritike me Mitrovicën. Dhe për fat mirë me kryeprokurorin e shtetit, ursuesin e detyrës kryeprokurorit e shtetit, dhe ish kryeprokurorin e Mitrovicës, ne kemi gjetë bashkëpunimin e duhur dhe realisht kemi evituar dështimin e Salca në Mitrovicë, para mendat, domethënë. Në Mitrovicë, që realisht kemi përgjithësim të resurseve, Salcat nuk dështojnë. Ndërsa në një gjykatë tjetër, ku nuk ka në Prishtinë ose në Pej, ku nuk ka përgjithësim të resurseve, Salcat dështojnë. Çfarë bën që bashkëpunimi në këto dy raste nuk është në nivelin e duhur. Kush po ju pengon? Kush ju ka penguar deri tash me pas këtë bashkëpunim në nivelin e duhur? Absolutisht nuk ka pas me çujt pengesa individuale, por është ndoshta koncepti i sjelljes për kohë gjatë i të dy institucioneve dhe që ka mund të qenë i pranueshëm në një periudhë kaluar, por sot në kohën e sfidave përbashkëta absolutisht nuk është më i koncepti i pranueshëm, pra i vjen që duhet të bashkëpunu në baza ditore dhe me i adresu çështjet. Nuk mund të justifikohet dështimi i Salca në mungesë prokurorëve. Absolutisht i papranueshëm është. Kush do të thotë çka duan. Qëndrimi është i qartë, nuk mund të dështu Salca në mungesë të prokurorit. Kjo është e thjeshtë. Mund të dështu për të akuzuarin, për ekspertin, për përkthysin, për policin, për secilin, por jo për prokurorin. Pra definitivisht i bën që dhe po marr përgjegjësi edhe për KGK-n. Ne kemi 9 gjyqtarë në departamentin special, që nuk rëballojnë fluksin e lëndëve që vinë nga prokuroria speciale, sepse prokuroria speciale ka numër më të madh të prokurorëve. Dhe ta na po detyrohemi në farforme me arrit numrin e gjyqtarëve për me përballu rastet që vinë nga prokuroria speciale. Por po ndodhen në periudha, si më thon, të pas krijimit të situatës përkatëse. Dhe jo me kohë. Kështu që qenë se dhe jam tani në pothuajse në përfundim mandatit i kisha inkuraju të dy këshillat të ardhmen me gjetë gjuhën e përbashkët për tema që janë definitivisht të rëndësishme, sidomos për pavarësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo është jetike. Nuk mundet askush me ndërtu sjellje që mund të kenë premisat e sjelljes arrogante me sjellje ndaj gjyqtarëve ose edhe ndaj prokurorëve, absolutisht. A keni tentuar deri tash me kriju një bashkëpunim që i zgjidh këto probleme? Na kemi bashkëpunim, do të thonë, kemi bashkëpunim në këtë nivel për cilin po folni. Absolutisht, në fund vitin e kaluar kemi marrë një konferencë përbashkët të dy këshillave dhe realisht edhe të kryetarëve të prokurorëve, por që po e tham sinqerisht në shumë raste ne kemi një nxitje prej zyres BE-s ose prej ambasadës amerikane dhe po është një pyetje edhe për veten. Pse duhet ta kemi këtë nxitje kur ne jemi të vëdijshëm? Pamset as çdo takime s'po marrë. Pse duhet të pas na këtë nxitje kur kjo është e domosdoshme? Dhe në disa raste, si më thon, zbehet nisma ose koncepti edhe nga mënyra se si njerëzit reagojnë në kërkesën ose në thirrjen tonë ose në idenë tonë, absolutisht. E përmendët departamentin special. Pritjet kanë qenë shumë të mëdha para se të kalojmë përgjithësitë e llogaridhënia të gjithë gjyqtarëve dhe stafit në gjyqësor. Kemi pas pritje shumë të mëdha nga krijimi i këtij departamenti, duke e quajtur edhe special, por rezultatet ndoshta nuk janë edhe aq inkurajuese, aq speciale, ndoshta politika ndëshkimore nuk po dallon shumë prej krejt kësaj çka po është një farë forme, një farë politike e përgjithshme e dënimeve. Në fakt, definitivisht edhe ne kemi pas, edhe unë kam pritje shumë të mëdha, me thonë drejtën, nga departamenti special. Dhe e kam thonë në shumë raste edhe absolutisht nuk po jam në staj as vetën as KGK nga kjo përgjithësi. Ka rezultate. Nuk më e më në vitin 2024 kemi mbi 70 raste të përfundume në nivel vendi dhe në nivel departamentit special të krimit të organizuar të korrupsionit, pa fol për masat, sepse aty ka diskutime dhe shumë të thella profesionale. Por që në disa raste, departamenti special nuk ka përmbush pritjet e KGK-s. Në 2 vite, tani është viti 3 që ne kemi një plan punës departamentit që përcakton cilat do të jenë raste që do të kryhen brenda vitit përkatës. Dhe ky është ekspresivi vetëm që gjyqtarët e departamentit special kanë nga norma e gjyqtarëve. Në të 2 rastet, ose për 2 vite, tash është viti 3, në fakt kanë realizuar numrin e lëndëve. Por në disa raste jo të gjithë çështjet që kanë qenë në planin e punës.
Pra, çka tregon? Se sjellja e disa gjyqtarëve nuk ka qenë e krahasueshme me si angazhim, të po flas, me angazhimin e të tjerëve. Tani, arsyet mund të jenë të ndryshme. Por nëse ne operojmë në rrethana të njëjta objektive, me mbështetje të njëjtë, në departamentin special kjo nuk dallon. Atëherë bën që në çdo rast kur unë nuk përmbush performancë krahasueshme me juve, kam qenë më neglizhent në këtë rast. Dhe pra ka rezultate, por jo në mosën që ne presim, dhe në mënyrë veçantë po duhet të theksu krejt në mënyrë publike në dinamikën që duhet të kenë rastet. Pra, ne kemi ngritur shqetësime edhe brenda gjyqësorit, dhe tani kemi raportet veçanta, do të monitorohet secili absolutisht pas në diskutim të cili rast. Pse në disa raste dinamika ndonjë rasti ka qenë e ngadalt dhe ka zgjatë. Pra, këtë rast përgjegjësia bën direkt mbi menaxhmentin e gjykatës dhe gjyqtarin individual. Për shkak se ka kalu koha kur menaxhmenti i secilë gjykatë pa përjashtim mund të sillet, si më thon, i habitur me gjendjen që ka në gjykatë. Jo. Plani strategjike dhe koncepti i administrimit gjyqësorit e bën direkt përgjegjës kryetarin e gjykatës për secilin dështim në secilin departament dhe secilin zyre dhe shefin departamentit dhe gjyqtarin absolutisht. Tani ne kemi parasysh rrethana objektive që në disa raste justifikojnë vonesat, por kjo ka qenë edhe arsyeja pse ne kemi nxitur në vitin 2024 rregulloren e re për departamentin special, për fat mirë është miratu. Kemi procesin për 2 gjykatat për gjyqtarët, 4 gjyqtarë të rinj në departamentin special në gjykatën themelore dhe 2 në gjykatën e apelit. Pra që në gjykatën e apelit kupton gjithsej 6. Shpresojmë që pastaj të jetë edhe një gjyqtar nga Komiteti Serb që është 7. Ndërsa në gjykatën themelore të kemi 13 gjyqtarë, por unë jam shumë i sigurt që brenda këtij viti do të kemi edhe 2 gjyqtarë dhe përfundimisht departamenti special do të ketë numrin mjaftueshëm i trajtuar të gjitha rastet në kohë. Pra, në momentin kur pranohet rasti, me pas agjendën dhe dinamikën e paracaktuar të rastit dhe, po e them sinqerisht, rregulloria e re për departamentin special nuk i krijon më komoditet gjyqtarit, as shefit departamentit special, po as gjykatës, as KGK-s, me thonë që ky rast valla pret. Jo, nuk pret. Të cili rast ka me pas dinamikën e paracaktuar në kuadër të kolegjeve që themelohen sipas sistemit dhe kohës që kanë për secilën çështje. Pra, na kemi zgjedhur një koncept që në departamentin special me pas më shumë gjyqtarë se çka është nevoja e gjyqtarëve. E kam diskutuar me gjyqtarët, me të gjithë. Pa përjashtim, ne nuk kemi shmonë nga asnjë rast të diskutime në përballje me secilin gjyqtar. Nuk quhet special kur bëhen 30 ose 40. Special është kur numërohen në gishtat e durrës. Pra ne nuk mujmë me rrit numrin gjyqtarëve, bëhet 30. Por pastaj nuk është special më. Është e përgjithshme. Departamenti special duhet më ditë njerëzit me figurë, me emër, me identitet, edhe me performancë. Prandaj numri maksimal në departamentin special, pavarësisht ndryshimit të rrethonave, me më shumë lanë, më pak lanë, sepse mund të kemi tash për shkak të luftës, më shumë lanë, do të jetë 13 deri në 15 gjyqtarë dhe jo më shumë. Dhe këto duhet përballojnë punën e departamentit special. Ta kemi parasysh një çështje që vetë është tepër më rëndësi. Ne kemi pranuar si sistem, edhe Këshilli Prokurorial, edhe ne edhe gjithë, databazën e regjistrimit të dhënave në nivel Bashkimit Evropian. Dhe progres ka absolutisht, pra rastet kanë marrë zgjidhje.